Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me efektet që jep hëna e re në dash, që është në 17 prill, dhe në këtë rast ka të bëj që do të ndjehen për një fazë të re apo cikël të ri emocione intensive. Mësoni që të gjithë ne, dhe për këtë dua të lë një shënim, jeni të vëmendshëm. Në fund, që të gjithë ne pendohemi për mundësitë që nuk i shfrytzuam, për marrëdhëniet që kemi frikë t'i kemi, sikurse dhe për vendimet që pritëm shumë për të marrë një vendim. Që do të thotë që të gjithë ne, duam apo nuk duam, jemi mishëruar në këtë tokë me frymën që është shpirti, dhe që të gjithë ne e dim që lindim dhe do të vdesim, dhe në këtë rast do të lëmë shpirtin. Çfarë do lloj që kemi kaluar, tani ju që jeni duke ndjekur këto video, keni arritur mësimet për të cilën shpirti ju zgjoi. Dhe ky afat kohor është për të gjithë ne, pa përjashtim. Prandaj, dash këtë shënim, këtë vëmendje. Nëse ne pendohemi, dhe është me të vërtetë, në kohën kur ne lidhemi me shpirtin, është tepër vonë që të riktheheni dhe njerë, të nusëroni dhe njerë, sepse e keni dëgjuar fjalën popullore që thotë, të bëjmë dhe njerë nuse, po di të nusëroj. Ajo që iku, nuk mundesh më. Por, tani, në këtë moment, çfarë do të filloni, që jeni të ftuar pa ju prekur lirin, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe tjetër, me qëse në datë 17 është hëna e re, edhe pse ju nuk e shihni, është një hënë e re që na ftone që edhe pse ka konflikte, edhe pse ndjehemi të emocionuar, çdo gjë do të na sjelli në rilindje. Pra ripërtëritje, rilindje, falni. Dhe në këtë rast, të kuptoni që çfarë do lloj që të ndjeni në jetën tuaj, qoftë në botën e jashtme, kriza të ndryshme, pa kriza nuk ka zhvillim, ashtu sikurse edhe në shtëpinë tuaj, në veten tuaj, në marrëdhëniet tuaja, për të cilën ju ndjeni dhimbje, pa i ndjerë këto dhimbje nuk ka shërim. Pyetjet që mund të bëni me hënën e re, në qoftë se ju dëshironi, për atë që ju ndodheni është: e para, cilat modele doni të mbani me vete në këtë cikël të ri, pra fazë të re, për të gjithë si ju ndjeni, pra kush janë ato modele që doni të merrni me vete, ose nuk doni të merrni me vete. E dyta, çfarë doni të krijoni, e madhe apo e vogël, dhe cilin hap do të ndërmerrni. Dhe e treta, si mund të përdor cilësitë dhe aftësitë e mia në lidhje me marrëdhënien time me të tjerat. Këto pyetje janë që, duke ulur në qetësi, ju të jepni përgjigje, pra me qetësi, dhe do të kuptoni që vërtetësia e përgjigjes së tyre është bukuria
e çlirimit të emocioneve intensive që ju mund të ndjeni, që janë të bllokuara në këtë trup që e shikoni me kocka me mish, por që në brendësi është ajo ndjenja e brendshme për të cilën shpirti ju sjell në sipërfaqe emocione, dhe këto ndodhin tani. Ndërkohë, unë do të filloj me efektet e anës së re, që është një fazë me të vërtet emocionale, intensive, që po fillon, është një fazë e re, cikël i ri. Efekti i hënës së parë në këtë, jo vetëm nga ana astrologjike është pra fillimi, por edhe në vitin universal që udhëhiqet nga dielli, është në shenjën e zjarit. Dhe dielli është zjarr. Dhe ndërkohë, siç e dini edhe nga kultura kineze, është që kemi hyrë edhe në kohën e shenjës së kalit. Mësoni që duke qenë se dashi është pasionant, ashtu sikurse udhëhiqet nga planeti Marsit për vendimtar, pra është vendimtar, në këtë rast që të gjithë ju, duke qenë se është në elementin e zjarit, ju bën ose ndjeni që jeni vendimtar. Jeni të vendosur për të marrë një vendim, jeni entuziast, ashtu sikurse kërkoni që të realizoni projekte tuaja. Ndoshta dikush nga ju, duke filluar një aventurë të re, apo biznes, apo punë, apo atë që ju kërkoni në lidhje me marrëdhënien, sëmundjen e të tjerë, apo të gjitha në... Ndërkohë, është një veçanti e kësaj hëne të re, për arsye se ndodh rrallë, por që po ndodh janë pothuajse 8 planete, 2 janë xhuxh, ashtu sikurse edhe 2 nuk janë planete, siç është hëna dhe dielli që janë në shenjën e dashkit, si hëna si dielli nuk janë planete, por nga ana e mençurisë astrologjike, po njihen sepse në fund të fundit jemi të lidhur. Pra, jemi të lidhur me diellin, jemi të lidhur me hënën, dielli përfaqëson ditën, hëna përfaqëson natën, pra edhe që i kemi dhe në trupin ton, dhe ndërkohë të gjitha në këtë rast, unë do t'i shpjegoj në shenja me avaç, pra që ka të bëjë me atë që këto planete që ndodhen në shenjën e dashit sjellin nga ana një energji të fuqishme për zhvillim, për ndryshim nga ana kolektive, pra në shkallë globi, ashtu sikurse edhe nga ana personale, në lidhje me emocionet intensive. Është e vërtetë që të gjithë ne të kuptojmë që nga ana e globit, pra kolektiv, ka të bëjë me atë që ndjehet tensione të fshehura dhe zemrime të fshehta për të cilën ndoshta ose dhe i dëgjoni që sjellin luftra. Dhe në këtë kohë, në këtë shekull, në këto vite të fundit, a mundet të pranohet lufta në këtë qytetërim që ne kemi arritur në një nivel të lartë, por ja që gjërat ndodhin. Pse? Sepse ka akoma bagazhe të vjetra që historikisht, dhe një nga këto është lëndimi për të cilën ne si qenie njerëzore, sepse ne kemi krijuar, është që jemi të njanshëm duke vepruar vetëm me një energji që është e lënduar, dhe është energjia e mendjes, energjia mashkullore e mendjes, e trurit tonë, për të cilën në këtë tru kemi me vete bagazhe të vjetra, ndoshta të kulturës, të vendit, të besimeve kufizuese, të traditave, të edukimit e të tjera, për të cilën në glob, pra në anën e kolektivitetit, ka ndryshime, ka dhe zhvillime, ku disa vende janë më me optimizëm në jetë, dhe disa akoma qëndrojnë
me energji të ulta dhe baza frika. Kjo është në tërësi, sepse po e ndjeni, por gjithsesi ka pra në shkallë globi, tensione dhe zemërime të fsheta për të cilën sjellin probleme. Për më shumë do ta shpjegoj në vazhdim. Ndërkohë është edhe për ne nga ana personale si person, për të cilën na sjell që vijnë emocione në sipërfaqe që çuditemi nga vijnë, ashtu sikurse zemërimi, po edhe tensione në brendësi të shpirtit ton, për të cilën dalin në sipërfaqe. Tjetër është që të gjithë ju që jeni lidhur me shpirtin binjak ose edhe me flakën binjake, shpirti binjak është që jemi ne, se misioni i shpirtit që është që ne kemi marrëdhënie me të gjithë, pra si rritemi, duke filluar që nga familja jonë edhe më pas me njerëzit që kemi në kontakt gjatë gjithë eksperiencës nga e kaluara dhe rritja jonë, dhe për një pjesë edhe nga jetët para në barkë të nënës. Që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi sfidat tona, por nga ana tjetër është edhe flaka binjake që do të thotë vetë ne, me sekretet tona, me ato çfarë ne kemi krijuar në jetën tonë, për të cilën i kemi në këtë zemër dhe duke qenë se kemi qenë të lënduar dhe të harruar për të ndjerë emocionet sepse ishim në rolin viktim, jo viktim të jetës. Jeta është një mrekulli, po viktim të rolit të së parit duke qëndruar në zonën e ratis, sepse është me lehtë ti marrim gjërat nga të tjerët, dhe kjo është që ne jo vetëm pra nga të tjerët, që duhet i përshtatemi të tjerët, shoqërisë, apo të bëjmë të kënaqim të tjerët dhe harruan veten tonë, por ndërkohë edhe vetne nga roli viktim dhe sidomos i krijimit të impulseve egoiste, sepse ne jemi impulsiv, ne jemi qenie impulsive, ne jemi intuitiv, ne jemi të dashur, por ajo që ne krijuam është që vetne dhe në këtë rast një dhe si plak binjake, është që ne u shkëputëm nga besimi, nga ndjeshmëria, për faktin që nuk u ndjem të sigurt, nuk u ndjem në atë që nuk na besonin, dhe kjo ishte faktori që ne krijuam pra kontrollin e jetës, dhe me të drejtë sepse që të gjithë ne jetojmë në këtë jetë dhe duhet mbrojmë veten, por ishte në rolin e lëndimit. Dhe për këtë, çfarë ndodh? Ju që jeni lidhur me flakën binjake, me flakën që do të thotë jeni lidhur, pra jeni në komunikim me zemrën tuaj, pra po jo vetëm që keni hapur zemrën, por po lidheni me zemrën, hapja e zemrës do të thotë ju me të tjerët, pra duke falur, duke dhënë mirësi, pavarësisht se çfarë ka kaluar, ashtu sikurse dhe ju me flakën binjake që e kemi që të gjithë, dhe jo të gjithë mund të lidhemi në këtë jetë, por që e kemi që të gjithë, është varet nga zgjidhja dhe nga programimi, se kjo flaka binjake është programuar nga plani hyjnor, intelektual, i universit të bollshëm, i fuqisë hyjnore, zotit e tjera, pra që në kohën që në shtatzanin e nënës jeni të bekuar. Gjithsesi, ne që të gjithë jemi të bekuar, por gjatë eksperiencës së jetës tonë, jo të gjithë mund të lidhen me flakën binjake, pra të bashkohet me zemrën, me dashurinë e vërtetë, me fuqinë e vërtetë hyjnore, që do të thotë e ndjeni që doni të sakrifikoni për një botë, për një Zot, për një shpëtim dhe për një njerëzim. Pra për bukurinë e vërtetësisë së jetës, me mësimet e mençurisë, ashtu si krijesa e ka krijuar. Dhe të kuptoni që ju që jeni me flakën binjake, ndoshta ju ndjeni tensione, pra në kuptimin asaj që jeni duke u testuar për vërtetësinë,
për lirin tuaj dhe për vendosjen e vetes tuaj në qendër të vëmendjes. Pra, në fund të fundit, unë jam në këtë jetë për të jetuar me veten, me familjen, me shtëpinë time dhe me të gjithë universin, me vërtetësi dhe me nderim, duke nderuar veten, duke nderuar tokën mam, se çdo gjë dhe gjithçka është e lidhur dhe është e ndërlidhur dhe mbi të gjitha është energji e njëjtë, me përjashtim, ne si qenie njerëzore kemi një frekuencë më të lartë, sepse ne komunikojmë, ne flasim, ne sillemi, ne mendojmë, këto janë se si ne paraqitemi, pra si ndjehemi me veten tonë në brendësi dhe si e paraqitim këta në botën e jashtme. Nëse ne jemi të lënduar, do të thotë që ka lëndime, nëse ne jemi optimist dhe ne të rreqim me lehtësi bukurinë e jetës, sepse jeta është me të vërtetë e bukur. Mësoni që në të njëjtën kohë, është që kjo energji e dashit na afron një shans për të liruar nga plagët e vjetra, karma e vjetër, çdo gjë që ndjehet lëndim dhe që vjen në shpirtin ton, do të thotë që ne do të lirohemi, ashtu sikurse nga modelet shkatërruese që ne kemi marrë duke parë në botën e jashtme, dhe ndërkohë prirjet e imponuara. Mësoni që të gjitha këto, kur ne i çlirojmë këto energji, dhe ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi jo vetëm nga afati i kohor i këtij shekullit 21 që drejtohet, po nga shenja e ujori që është inovator, është për zhvillim, është për liri, barazi, vllazëri dhe udhëqet nga planeti Uranit që përfaqëson Zotin, pra stabilitet në këtë botë, duke qenë të qëndrueshëm, duke qenë të besueshëm dhe duke qenë në disiplinë, kjo na sjell në stabilitet dhe ndërkohë të kuptoni që është edhe vetë koha për të cilën ne jemi në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit kolektiv, që kuptojmë se çfarë ka ndodhur në botë, por doni apo nuk doni, ne jemi jo vetëm që do të marrim vendim, por ne jemi dhe të detyruar për të vazhduar në arritjen tonë. Pra ne nuk mund të rrim me gjërat që kemi mësuar. Ne do të vazhdojmë, universi është gjithmonë në zhvillim, në ndryshim, dhe mbi të gjitha është duke u çliruar nga çdo gjë që nuk na shërben, nga karma e vjetër, se nuk mund të ndërtohet themeli i ri mbi bazën e të vjetrës, është që ne krijojmë, ne rritemi, ne arrim në autentitetin ton, pra unin ton, kush ne jemi, vlerën ton, dhe mbi të gjitha kjo na bën që ne të ndjekim rrugën ton me atë që ne kemi vlerë, me atë që kemi mision, drejtim, dhunti, talent, që të gjithë ne jemi unik, dhe kjo na bën që të kuptoni që çdo honere, dhe së mos kjo, edhe pse sjell konflikte, edhe pse do të ndjeni transformime, është për ripërtëritjen tonë. Shenja e dytë që ndikon në këtë mrekulli të efektit është energjia e dashit. Dashi është elementi i zjarit, është pasionant, është me vullnet, është i vendosur, është për një uri të thella, ndërkohë njihet duke qenë se është numri 1, pra numri 1 se fillon në shenjën, pra fillimi i shenjës parë të 12 nga ana e astrologjisë, pra të shenjave të horoskopit, është duke qenë se është pioner, është gjithmonë i hapur për të ecur përpara, pra është vazhdon për të ecur përpara me gjëra të reja dhe me aventura të reja. Ndërkohë është udhëheqës dhe ai i motivon njerëzit me pra me entuziazmin e tij, sikurse ka dhe atë që pra kur i nevojitet diçka e bën, pra vendimet që i merr, duke qenë se është impulsiv, i padurueshëm, i merr me shpejtësi, dhe në këtë rast nuk dëshiron të shqetësohet nga të tjerët sepse pengohet.
Pra kjo është që e bën që t'jetë impulsiv dhe i padurueshëm, se nuk do të shqetësohet nga të tjerat. Ndërkohë është kërkon pavarësinë e vet, kërkon të jetë i vendosur dhe mbi të gjitha është këmbgulës për atë që ka nevojë. Do ta filloj dhe do ta vazhdoj pa parë se çfarë rezultati do të vijë. Dhe mbi të gjitha është një udhëheqës që me të vërtet në komunikimin e tij është i sinqert, është i drejtë për drejtë dhe tregon të vërtetën. Ndërkohë, si çdo shenjë, edhe kjo shenjë mrekullueshme ka energji të ulta, pra ne jemi që njerëzore, ne bëjmë gabime, nga gabimet ne mësojmë, rritemi dhe jetojmë, por në këtë rast energjia e dashit tek ne ka të bëjë me atë që shpesh është i paduruar dhe kur ka një zemrim të shkurtër, kjo e bën që me impulsivitet, pra duke qenë se është elementi i zjarit, e bën të reagoj me impulsivitet dhe kjo sjell në çdo marrëdhënie, në çdo aspekt, acarime dhe konflikte. Pra jeni të vëmendshme, këto gjëra mund të ndjehen. E treta është, a jeni bërë të vetëdijshëm, apo i ndjeni këtë energji që është dhe ulët dhe sidomos në lidhje me luftrat, në lidhje me konfliktet. Kjo ka të bëjë me këtë që duke qenë se një aspekt është, duke qenë se shëna dhe dielli në shenjën e dashit, duke qenë se është Mërkuri, po në shenjën e dashit, Marsi që udhëheq dashin është po në dash, është Saturni dhe Neptun që ka hyrë që në 20 mars në gradën 0, që do të thotë fillim nga ana kolektive, fillim i ri i këtij niveli, i këtij viti universal, pra i fillimeve të reja. Dhe kjo janë emocione intensive të këtij viti që do të fillojnë, është fillim, faze re, cikli i ri, dhe kjo do të ndiqet, jo vetëm për 20 vjet, sepse jemi është planeti Plutos në shenjën e Ujorit, Ujori është inovator dhe ju i ndiqni dhe në këtë rast, janë dhe 2 planete, Xhuç, planeti Chiron ose Chiron në shqip, që është shëruesi i plagosur në shenjën e dashit, dhe ndërkohë perëndesha Eris, e cila është në shenjën e po të dashit, dhe kjo sjell konflikte, sjell me të vërtet ngacmime në lidhje me mosmarrëveshje, por bëhet gjithmonë për të na lidhur ne me brëndësinë tonë, me pavetëdijen tonë, me gjërat që ne nuk i dimë, që janë në thellësi, në brëndësi të vetes tonë. E gjitha bëhet për të mirën tonë, pra kjo është gjithçka bëhet për bukurinë e arritjes, se ne nuk jemi viktim të jetës, pra jeta është një mrekulli, ne jemi viktim të paaftësisë tonë, të pafuqisë tonë, sepse nuk jetojmë me të vërtetën, me vlerën që ne që të gjithë jemi unik, që të gjithë jemi të ndryshëm, sepse fakti që ne jemi të ardhur nga prindër të ndryshëm, ne kemi edukim sipas vendit, kulturës, traditës, apo kontinentit e të tjera të ndryshëm, po kështu në lidhje me atë edukimin ton ose jetën ton gjatë eksperiencës vetes, pra që të gjithë jemi të ndryshëm, pavarësisht se kemi kaluar pra në një afat të nivelit kohor të më të ulët, përsëri ne kemi sfidat dhe jetën tonë, pra që të gjithë jemi të ndryshëm dhe që të gjithë kalojmë sfidat tona. Mësoni që që të gjithë këto planete ndikojnë jo vetëm nga ana kolektive, por edhe nga ana personale, dhe është me të vërtet një energji impulsive e cila le të themi nga ana globale. Si e ndjeni? Fakti që po ndjeni luftrat, këto vijnë nga ajo që ka patur tensione të fshehura, zemrim të fshehura, dhe kjo i bën që të hyjnë pra shtete ose vende në konflikt.
Tjetër është, pra, që po ndodhin lufta dhe asgjë nuk ndodh pa shkak, pra janë këto tensione të vjetra, të fshehura, qoftë zemërime të fshehura që po dalin në sipërfaqe, ashtu sikurse është kjo për arsye që sjell edhe për zemërim apo edhe probleme në lidhje edhe në brenda në qeveri, qoftë brenda vendit, pra midis udhëheqësve, qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë vendit konflikte. E gjitha është këto janë që kuptohet që ka një padrejtësi, ka manipulime, ka dhe si bazë është po frika dhe këto i sjell planeti Pluto, pra frikën, padrejtësinë apo zemrimin e thellë, për arsye sepse jemi në këtë epokë dhe për 20 vjet me radhë këto do të ndjehen, do të kenë ndryshime jo vetëm në politikë, jo vetëm në kohë, pra nuk mund të rrimë me të kaluarën dhe nuk mund të rrimë me të mendojmë me të ardhmen duke humbitur momentin tani. Universi ecën me tani, në këtë moment ka ndryshime, në këtë sekond që flen Diana, ka lindje, ka vdekje, ka humbje, ka fitim në lidhje me bizneset, apo ka zhvillim, pra që të gjithë është në këtë moment, ka sëmundje, ka njerëzit që shërohen, njerëzit që në çdo aspekt të jetës e ndjeni që ka kriza dhe sidomos në këtë kohë. Tjetër është që duke qenë se jemi në presionin e afatit kohor, ka dhe një ndikim në lidhje me atë që merren vendimet me një shpejtësi, pra nuk ka më të bëjmë sipas mendjes, pra deri që doni një projekt për të realizuar qoftë nga ana në këtë rast për flas nga ana globale, nga ana shkencës e tjera, që të bëhet një studim duhet patjetër të shohësh rezultatin dhe qoftë edhe 1% nuk është mirë, ta lëm. Pra nuk është koha kjo, është koha që merret një vendim dhe një nga këto është dhe teknologjia që udhëhiqet nga planeti, nga vetë ujorët, se janë inovator, janë me të vërtet teknik, janë që ka shumë të bëjnë me, në këtë rast me inteligjencën artificiale, për të cilën ka konflikte nga më të ndryshme. Sigurisht nga ana ime unë e pranoj këtë që është një zhvillim i shpejt dhe këtu është që njerëzit, pra qeverit ose sistemet e të tjera janë duke zbuluar manipulime, duke zbuluar gjërat që janë mbajtur të fshehta, metodat, pra strategjia, metodat e fshehura qoftë brenda vendit me udhëheqës qoftë dhe jashtë, dhe kjo i bën që të ndjekin qëllimin, pra është më e lehtë, është më e shpejt në lidhje me zbulimin e manipulime, korrupsione të tjera, të ju po i ndjeni këto gjëra. Por është dhe tjetra, është dhe rebelimi i qenies tonë njerëzore. Ne nuk jemi bërë të vetëdijshëm, pra në kuptimin e jemi ndërgjegjësuar, dhe në këtë rast edhe ne jemi rebel, kërkojmë lirinë tonë, kërkojmë të jetojmë me veten tonë, me pavarësinë tonë, dhe kemi filluar të zgjedhim jetën tonë, dhe prandaj jeni këtu mrekulli sepse ka ndikim. Pra ndjehet dhe rebelime, demonstrata apo çfarë dëgjoni e të tjera. Ndërkohë kjo konflikti edhe tek ne, pra ky aspekti këtyre 8 planeteve që ndodhen në shenjën e dashit ndikon dhe në emocionet tona, dhe në këtë rast mos u bëj çudi që janë emocione të prekshme, dhe janë me të vërtetë të prekshme, dhe ju sjellin zemërim, ju ndjeni të pakënaqur, ndjeni pra çdo gjë në brendësi ju vijnë gjëra që ju dalin në sipërfaqe, dhe e gjitha është do të ndjeni që këto vijnë nga pafuqia, nga padrejtësia, nga ajo që keni frikë nga braktisja, keni frikë nga angazhimi e të tjera. Tjetër këto vinë, jo se doni ju, këto ju ndalin në sipërfaqe dhe një pjesë dërmuese, rrinë qasyn nga po vinë këto e tjera. Asgjë nuk është pa shkak, është thjesht që jemi në afatin kohor, që doni apo nuk doni, jo vetëm që jeni të detyruar, do të merrni vendim, por pra do të merrni ju vendim, nuk jeni të detyruar, por është edhe në një farë mënyre
që kur ky glob është ndarë në dy realitete, në njërin krah janë frekuencat të larta të energjisë së pastër, të dritës, të mençurisë së vërtetësisë së jetës, dhe ndërkohë dhe të dashurisë ynore, pra zemër me zemër, detyrimisht kjo mrekulli është gjithmonë ka fituar dhe do të fitoj, se në fund të fundit ky është zhvillimi i bukur i jetës për të cilën ne jemi sot këtu. Unë nuk flas nga ana materiale, flas nga ana që ne jemi ndërgjegjësuar në një nivel më të lartë në krahasim me afatet kohore të skaluarës, por kur mos harrojmë, sepse njerëzit, pra prindrit tanë apo paraardhësit tanë e merat, dhe ata kanë dhënë kontribut, pavarësisht se ka lëndime, gabime, ne kemi mësuar dhe sot është që jemi në këtë moment. Dhe ajo që kërkohet është, prandaj ndihet edhe në anën personale, pra jo vetëm nga ana kolektive, por nga ana personale. Mësoni që çfarë ndodh me ne, dhe ne e kuptojmë, jemi arritu me shpirtin, me mësimet e shpirtit, nuk duam të sakrifikojmë më për të tjerët, por kemi zgjedhur për veten tonë. Nuk duam më që të merremi me, pra të jemi falës, pra të kërkojmë falje edhe për gjërat që nuk i kemi bërë ne, pse, sepse duhet i përshtateshim shoqërisë apo familjes apo tjera, pra nuk edhe kjo bën që të gjithë kujdes, shënim, ne jemi unik. Ne kemi kaluar sfidat tona dhe të kuptoni që këto emocione janë në brendësi trupit tonë dhe janë emocione në thellësi, pra që të gjithë jeni unik. Mund të keni trauma, mund të keni drama, mund të keni frekuenca të ulta të energjisë, se kemi jetuar në këtë afat kohor, por gjithsesi këto janë që ju vinë nga e kaluara juaj, nga eksperjenca juaj, nga jetët e mëparshme, pra jini të vëmendshëm që të gjithë jeni unik. Ndërkohë është pra në këtë kohë do të ndjeni, dhe nga hëna e re, dashësh impulsiv, do të ndjeni konflikte, do të ndjeni transformime që keni, do të ndjeni debate të nxehta, sidomos me njerëzit tuaj, të familje, sepse kështu jemi rritur që fëmijëve, sidomos dashi përfaqëson fëmirin, dhe në këtë rast edhe në lidhje me fëmirin tonë të hershme. Pra kjo është ka të bëjë me atë që mund të ndjehen, pra këto emocione të thella, qoftë me pjesëtarë të familjes, por edhe në lidhje me konkurrencën në punë, sepse ne kemi punuar, pra kush mund të jetë në lidhjen tuaj. Ndërkohë është ju e ndjeni tani që ju doni të falni, ju e ndjeni që doni të mbrojeni, pra kërkoni mbrojtje, dhe mbi të gjitha ajo që ju ndjeni është që ju keni vendosur të përfundoni situata dhe marrëdhëniet për të cilën nuk ju shërbejnë më. Pra çfarëdo lloj, dhe kjo është na hap rrugën për të, pra duke u shkëputur nga çdo gjë që nuk na shërben, na hap rrugën për të jetuar jetën tonë dhe të krijojmë atë që ne jemi me një qëllim të lartë në këtë jetë, dhe kjo është na hap hapësirë dhe na jep kohë për të vazhduar të jetojmë nga tani atë që bëjmë sot do të na çojë nesër. Tjetër është, ne po fillojmë një fazë të re dhe ose cikël të ri, pra po lind, po fillon, dhe kështu është, dhe ky është me të vërtetë dhe fillimi i kësaj shenje të dashit, dhe kjo është jo vetëm është energjia e dashit që na shtyn për të marrë vendime, na shtyn për të filluar diçka të re, dhe në këtë rast është që e ndjeni, ndoshta doni të filloni aventura të reja, ndoshta e ndjeni që doni të krijoni dhe të ndiqni pasionin tuaj, ndoshta e ndjeni që ka konkurrencë të shëndetshme, për arsye se ka shumë frekuenca të larta që kanë arritur në tokë dhe e ndjen këtë krijim, e ndjen këtë pasion, por e ndjeni dhe tjetër që ka konkurrencë të ndershme, por gjithsesi kujdes, shënim. Ajo që dua të vë është mos merrni vendime
vendime, sepse dashja është impulsiv, mos merrni vendime të nxituar pa reflektuar. Pra të dëgjoni zemrën tuaj, të krijoni reflektim me qëllim që të mos merrni vendim për shpejt, që të arrini të kuptoni me të vërtetë se kush është misioni dhe drejtimi i shpirtit pse ju solli këtu dhe ju nuk jeni vetëm, prandaj është ajo që ne vazhdojmë ndjekim gjenën e shpirtit dhe kur lidheni duke ndjerë zemrën tuaj qoftë dhe 1 minutë, ajo ju lidh ta ndjeni atë që shpirti ju solli këtu. Tjetër është që ju do të ndjeni dhe do të kuptoni zgjedhjet tuaja, pra që është një fazë e re po fillon. Ndoshta ju është që jeni duke marrë një transferim për shembull shtëpi të re. Ndoshta e ndjeni që doni të filloni në lidhje me aventurë ose punë të re, ose biznes, ose punën që keni, por që ende doni dhe e ndjeni që mund të jepni rinovime nga ana shpirtërore në lidhje me atë ku punoni me kolektivitetin, me kolegët tuaj e tjera, pronarin tuaj, pra e ndjeni, po kështu ndoshta edhe mund të punoni edhe për qeverin, por tani e dini, sepse në kuptimin asaj për t'i dhënë me të vërtet jetës vërtetësin, ku që të gjithë dhe çdo gjë dhe gjithçka që ekziston kemi ndërlidhje dhe jemi që të gjithë një. Pra nuk e shep më atë si një udhëheqës krenar që e mbi të tjerat. Përkundrazi, tani ju jeni duke vepruar për të krijuar bukurinë e jetës. Gjithsesi, kjo është që të gjithë, ose një pjesë nga ju mund të ndjeni që mund të keni blini diçka të re, ose shtëpi të re, ose makinë, dhe kjo tregon që është një, pra është që jeni në një fazë të re dhe ju jep ndjeshmërinë e progresit, pra të vazhdoni, pra gjërat po vinë në lehtësi me ju. Ndërkohë është që një pjesë nga ne ndjejmë që ne marrim përgjegjësi për jetën tonë, pra marrim përgjegjësinë, dhe kjo është që ne të bëhemi të qartë në lidhje akoma çfarë është ajo që na bën ne të jemi të pasigurt dhe ndoshta të kuptoni që duke u përballur me atë që ju doni të bëni dhe po të krijoni ose çfarë do lloj që kërkoni në jetën tuaj, ndjehet e pasigurt, ndoshta e kuptoni që jeta për të cilën ju nuk ju përshtatet, ju po e lini të shkoj. Pra kjo është edhe hëna e re që gjithmonë është ajo që nuk na shërben le ta lëm të shkoj. Kjo bën atë që të gjithë jemi në një fazë të re dhe duke lënë këto gjëra, ne të jemi të vetëdijshëm duke dëgjuar zemrën tonë dhe duke dëgjuar këtë zemër, kjo na drejton në t'i përshtatemi qëllimit të vetes tonë të lartë për atë përse jam në këtë jetë. Që të gjithë ne jemi këtu për të krijuar, sepse ne jemi krijesa të krijesës. Dhe shenja e fundit është jeta juaj e dashurisë, jeta juaj e marrëdhënieve, përvoja me flakën binjake, si ndikon pra shenja e dashit tek këto mrekulli. Mësoni ju që keni një përvojë me flakën binjake, ju që keni një përvojë. Pra flaka binjake do të thotë që ju jeni duke u lidhur me në thellësi me veten tuaj dhe duke u lidhur me anën e majtë të zemrës. Pra jo vetëm që ju e keni hapur zemrën sepse keni krijuar harmoni, ekuilibër midis energjisë maskullore, pra mendjes dhe energjisë femërore, shpirtit, pra keni krijuar, keni arritur, pra e dini se sa e bukur është jeta, të jetosh me dashurinë inore, pra të jetosh me vërtetësinë e jetës, pra jeni bërë të vetëdijshëm, keni një dëmshuri, keni këtë lidhje me sinkronizime, pra jeni lidhur me energjinë, ashtu sikurse edhe nga ana e ndërgjegjes, pra e dini që ka dhe, pra po jetojmë në një jetë të re, edhe pse jemi akoma në këtë realitet të ndarë në dy kampe. Por ajo që ju që keni eksperiencë, ju e ndjeni që keni një tërheqje
nga ana seksuale, pra janë energjit, ajo vala e ngrota dhe energjit për të cilën ndjehet në zemrën tuaj, ashtu si forse dhe magnetike, sepse është tërheqëse. Mësoni që një ndikim në këtë na jep sidomos planeti Pluto, i cili filloi që në 2024, por që vazhdon edhe kjo është një periudhë që ju e ndjeni që është diçka e re në jetën tuaj, ju e ndjeni që po manifestohet diçka, dhe ky manifestim është si ta shpreh, pra e kuptoni, ne kemi qenë nëna edhe ajo shtatzania si nën, pra në brendësi të trupit ton, herë ndjehemi si thua ato emocionet, ekstaz, mrekulli, edhe ndjen dhimbje, por që në vetvete ne kuptojmë që janë për të mirën tonë, sepse është energjia. Pra kjo është që ne ndihmohemi dhe kjo mrekulli është që ne lirohemi nga çdo lloj pasigurie të frikës, dhe jo vetëm që Pluto është për transformim, pra transformim që do të thotë vdekje, pra Diana nuk është më si dikur, pra ego, impulsive, e lëndimi qoftë të vetes, qoftë të tjerve, pra kjo është kaputur, por ndërkohë është edhe fillimi i ri, dhe jo vetëm fillimi i ri, por ju që keni bërë një punë me flakën tuaj binjake, pra me lidhje me zemrën tuaj, ju jeni edhe kuptoni që jeni në fillimin e jetës së re, të bukurisë me vërtetësinë e saj. Ndërkohë, për një pjesë nga ju që nuk jeni bashkuar akoma, qoftë me shpirtin binjak, pra ju me të tjerat, akoma keni, për shembull në këtë rast, mund keni konflikte, qoftë edhe me pjesëtarët e familjes, nëse nuk i keni arritur akoma, ose edhe në lidhje edhe me flakën tuaj, nëse jeni në këtë proces dhe keni akoma në brendësi të zorëve të barkut për të liruar fëmijërin ton të mbytur, sepse kur ju lironi çdo lloj marrëdhënie, qoftë ju me të tjerët, qoftë dhe me veten ton, sekretet tona, kjo hap dyer, dhe në këtë rast është që mund të sjelli, kur ju nuk jeni të lidhur akoma, pasiguri dhe frikë. Pra mund t'i ndjeni, dhe nëse i ndjeni këto, do të thotë që keni akoma pra keni akoma edhe shpazë e re që të vazhdoni, ju nuk jeni vetëm, dhe mbi të gjitha është që ju do të arrini, do të ndihmoheni, ju do të arrini se do të zbuloni që vjen nga brendësia e vetes tonë, vin zemërimi joni fshehur ose gjëra për të cilët nuk i dini se nga ju vin, dhe kjo ju sjell si zemërim, ashtu dhe dhimbje, plak të vjetra në brendësi të shpirtit. Por ajo që ju do të arrini gjatë kohës është që ju kuptoni që një pjesë nga ju, ashtu sikurse edhe unë, ne kishim bërë zgjedhje në interesin ton. Pra në këtë rast është ju zgjodhët partnerin e tij, pra mendjen nga ana mendore ose nga ana shpirtërore, dhe është drejta juaj, dhe ju jeni që të gjithë se çfarë zgjedhje keni bërë në lidhje me interesin tuaj. Por të kuptoni një gjë, që në qoftë se ky interes është vetjak dhe nuk është në harmoni midis dy energjive, qoftë dhe nga ana e zemrës tonë, të kuptoni që kjo sjell zemërim, kjo sjell që ju e kuptoni që vjen që jeni mashtruar, ju e kuptoni që jeni përdorur, pra jeni në lidhjen tuaj jeni përdorur, ashtu sikurse edhe lëndime të thella, por gjithsesi, edhe pse sjell emocione, ngarkesë emocionale, të kuptoni që të gjithë ne do të marrim një vendim, dhe në këtë rast dashi na ndihmon, dhe ajo që mund të lindi në këtë kohë, mund të jetë që mund të keni konflikte dhe të shkëputeni edhe nga kontakti për të cilën është me të vërtetë që nuk ju shërben ju, sepse ju keni zgjedhur të ndiqni rrugën tuaj, pra të merrni një vendim për atë që e ndjeni që nuk ju përshtatet në çdo lloj marrëdhënie që ju jeni, as puna, as në lidhje me sëmundje, në lidhje me marrëdhënie, në lidhje me biznesin e tjera, pra në të gjitha aspektet e jetës, apo dhe në lidhje me flakën tuaj, që të gjithë jeni unik, pra ju
Gjithsesi të kuptoni një gjë që edhe pse ka një ngarkesë emocionale, ne ndihmohemi dhe kjo është ne ndihmohemi që të më kujdes tani në këtë kohë, me që është fillimi një faze të re apo cikli të ri, të mos jeni në pasivitet dhe ashtu të mos ndjeni që jeni vetmuar. Dhe në këtë rast është duke ndjekur, duke vazhduar rrugëtimin ku shpirti ju drejton, ju do të arrini apasapi se nuk jeni vetëm, do të arrini që të krijoni bukurinë e jetës tuaj për atë që kënaqeni. Dhe kjo na bën që të gjithë duke vazhduar atë çfarë shpirti jonë kënaq, të krijojnë fjalët, zakonet, sjelljet, karakterin e cila krijon identitetin ton. Dhe kjo është që ne do të lirohemi sa më shumë ne ndjekim rrugën e shpirtit, pra jo vetëm që hapim zemrën, por dhe lidhim zemrën, dhe kjo është afati kohor për të gjithë ne, është që ne do të arrim apasapi në këtë rast edhe përvojën tonë me flakën binjake. Dhe një mrekulli që ka për të ardhur kjo është se në 26 prill hyn planeti i Uranit në shenjën e binjakut, dhe binjaku është binjak, ju e dini. Dhe në këtë rast dhe ne jemi binjak të vetes tonë. Dhe ne jemi binjak të vetes tonë. Pra ne jo vetëm që kemi dy energjit në harmoni, por edhe zemrën tonë, e cila ky vit 2026, 2027 dhe 2028 do të krijoj akoma dhe më shumë flak binjake, për të cilën kjo botë ka nevojë, sepse është dashuria unike, hynore, është mishërimi hynor që do të thotë të jetosh me zemër. Është që ne jo vetëm krijojmë një marrëdhënie të mrekullueshme me atë që ne rezolojmë, pra në lidhje me dashurinë hynore që e ka zemra, por ne jemi edhe për gjithë globin ton, për të nderuar këtë tokë mamë që sot për sot kjo është jeta, që edhe jo vetëm ne ta jetojmë, nuk ka rëndësi çfarë moshe jemi, sepse energjia nuk njeh moshë, pra ne rikthejmë fuqinë tonë, por ne ndihmojmë dhe brezat e ardhshëm, fëmijët tanë, nipërmbesa, që ata të jetojnë në vazhdimin e ndryshimeve kozmike në frekuencë të lartë, okay, si që një njerëzore me frekuencë të lartë, por edhe me ndjeshmëri, pra në harmoni që të dyja, se kjo është magjia e pastër e ekuilibrit të gjithçkaje, që krijon një botë, një Zot, një njerëzim dhe një shpëtim. Kjo do të na shpëtoj nga këto luftra që po ndodhin, apo kriza, apo sëmundje, për të cilën vazhdimi i bukurisë së jetës është në përjetësi. Pak a shumë kjo është video për sot në lidhje me efektet e NNS-n, dhe jeni të sigurt që janë dy gjëra, ne jemi jo vetëm që do të marrim vendim, por ne jemi dhe të detyruar, pra të bëjmë zgjedhjet e drejta për të ecur në rrugën e bukur të vërtetësisë mësimeve të mençura të jetës. Jeta është një mrekulli dhe le të veprojmë të gjithë me qëllim që të arrijmë ta jetojmë këtë bukuri. Faleminderit, deri në video tjetër. Mirupafshim.